si festivali Zabaku i Prizrenit, festivali Fluturat, festivali i këngës në radio televizionin e Kosovës, ku shpresoja ta prezentoja festivali Kosovaria këndon, festivali ndërkombëtar i operës Ramlahaj, një tenor që më pëlqen aq shumë. Ramlahaj të pëlqen? Po, një shumë edhe artistë të tjerë, por nuk ta tregova se kush interpretonte romantikën. Një gjë shumë interesante. Por ta tregoj që të bëhesh pastaj kurioze, edhe ty po ta lë sekret. Okej. Këngën romantika e këndoi grupi Vivien, aty ku ishin Violeta dhe Armend Rexhebagiçi. Nuk kam fjallë për Uranin, dhe me thonë. Nuk kam fjallë për Uranin, me gjitha këto njëri prej krejt fusha, prej kur ka fillu, prej librave, të muzika, të sporti, kështu që klum të Uran. Klum. Zënë Hatigje, nëse flasim për të gjitha këto,